President Rama, si që shikoni, sot jemi në një situatë të jashtëzakonshme pak për këto 7-8 muaj që ne kemi hapur podcastin ton. Si që shikoni, u bën mbi 10.000 subscribera, po deri ditën e premte që ne kishim bërë regjistrimet, nuk ishim bërë 10.000, prandaj është pak me vonesë se sot kam vajtur 10.200 subscribera. Sigurisht do ven 20.000 dhe 200.000, ndoshta synojmë edhe për 2 milion në vitet e ardhshme, sepse ky podcast do të ketë jetë të gjatë. Ju falenderojmë të gjithëve ju që keni bërë subscriber dhe ftojmë të gjithë ata që ende nuk e kanë bërë subscriber, si janë bërë abonent, të bëjnë një klik atje për të shtuar çdo ditë e më shumë numrin. Sot në këtë festim jam me mikun tim më të mirë, me kë mund të isha ndryshe këtu. Jam me Kastriot Shqipin, me analistin brillant të ngjarjeve gjeopolitike, por dhe atyre të brendshme. Tash s'na ngelet gjë tjetër veç se duke uruar edhe një herë juve të gjithëve së bashku se ky nuk është podcasti im, nuk është podcasti okult vetëm i familjes time, por është i të gjithë shqiptarëve, sepse ju shërben vetëm atyre dhe ne kemi nort të busullës politikës tonë, vetëm interesin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve. Hajde shumë shpejt të bëjmë 50.000 dhe 100.000. Ndizini drita të regjia. Kastriot, tam nga i copë se e meritojmë. Unë të falenderoj për ftesën për të bashkëpunuar me këtë emision. Gëzojmë për suksesin tënd, të përgëzoj për këmbguljen që për idenë që pate, sepse nuk është e lehtë të fillosh një gjë nga e para. Sidomos në moshën time. Sidomos në moshën tënde patjetër. Edhe falenderoj me këtë rast të gjithë bashkëpunëtorët e këtij podcasti, përfshirë dhe djemt tanë të teknikës që i harrojmë nga njëherë, Odisen edhe Fjorin. Pa cilët natyrisht ne të dy nuk dalim dot këtu edhe të shesim mend. Faleminderit, Sako. Pirun me kja ty. Shumë ajo, po s'ka gjë, sa dushoj ti avash. Sa për shenjë, sa për të duruar. Për një orë nuk është shumë. 10.000 abonentët e parë që ne do rim një orë këtu i dashur. Tortën tjetër kur të bën 50.000? Do ta bëjmë më të madhe, 2 fishin e kësaj. Po kur bëhen 50, që të caktojmë gurin tjetër kilometrik, cili do jetë. A fati? Po pra. Po objektivi i radhës. Unë mendoj që jemi deri nga fundi janarit, dhe mund duhet të mbar 50.000. Hajde gëzuar të gjithë miqtë e mi, kudo që jeni. Mbarësi të keni të gjithë. Tash ti mos ha më Cako se nuk do flasësh dot. Je pas podcastit. Kur të flasësh ti, pak unë, kur të flas unë. Kështu do ta bëjmë. Kështu do bëjmë patjetër. Ja, ndaj edhe një herë aty që ta kesh më kollaj. Si tu duk kjo përballja e fundit Musk-Trump? Po, Musk. Po të pyes ty që të ha vet. Po, mos hash ti. Musk unë mendoj që ka gabuar. Ka qenë një luftë e panevojshme mes dy titanëve, por ai që ka fituar dhe herë të tjera dhe që edhe pa Muskun është Donald Trumpi. Madje ai fitoi edhe në vitin 2019-2020, po të gjithë dim që edhe në 2016 në të dy rastet Twitterin e kishte kundër se. Po, fuqia e Muskut është Twitteri ose X-i si quhet tani. Po se ka patur ky atëre. Jo, nuk e ka pasur, po ka qenë kundër Trumpit. Po pra, ishte kundër. E kanë pasur këta Silicon Valley, globalistët, kundërshtarët e Trumpit. Ndë unë mendoj që mund të ishte shmangur, por ndoshta ka pasur kosto të rëndë dhe Trumpi e ka pasur të pamundur që ta shmangte. Po ka pasur një konflikt fizik midis Elon Musk dhe sekretarit praministrit të Thesarit. Në lidhje, ka pasur një debat në lidhje me projektligjin e buxhetit të ri. Po, dihet që sekretari i Thesarit ka punuar dhe është mik i Soros, familjes Soros. Por
Biden Elon Musk është mësuar gjithmonë që të jetë gjell dhe të jetë lider kudo që punon, se ka bizneset e veta, kudo e shikoj në sy. Dhe ndoshta ndjen dhe të vështirë që të shikonte ai dikë tjetër në sy dhe të rinte më këmbë kur presidenti rinte ulur. Po mirë, ti mendon që është e vërtet kjo arsye që ka servirur Musk, pra që nuk është dakord ai me buxhetin sepse mendon që ky buxhet do ta rëndojë borxhin publik të Amerikës, apo ka ndonjë arsye tjetër? Unë mendoj që mund të jetë më shumë çështjet e tatimeve dhe taksave mbi këto makinat elektrike që Trumpi subvencionet shtetërore që subvencionet shtetërore që qeveria e Trumpit i hoqi. Trumpi deklaroi sa po erdhi në pushtet, edhe gjatë fushatës ai theksoi që unë do të mbaj makinat me naftë, do të mbaj këto pecet me qymyr, do të mbaj si burime energjie dhe burimet me energji atomike. Pra ishte komplet në kundërshtim me agendën e globalistëve të asaj që quhet si quhet ajo 2000 Agenda 2030. Jo, 2000 kjo që u mblodhën në Brazil këta, Rio de Janeiro, që është agenda e Shilet 2000. Kopi. Dhe ky dihet që i tërhoqi Shtetet e Bashkuara kur ishte në 2016-2020 nga këto agenda. Nga protokolli i Parisit. Nga protokolli i Parisit. Edhe tash i bëri të njëjtën gjë dhe nuk e bëri me tinëzi siç e bëjnë këta tanët që kur janë zgjedhjet bëhen nangje dhe sikur i duan shumë votuesit dhe pastaj sa marrin pushtet ja u kaputin, sidomos ky mandat i 4 i Ramës do të jetë një mandat të mundur me shumë pasoja për njerëzit. Ka filluar të prodhoj pasojat e agendave globaliste. Rama nuk është një kryeministër i shqiptarëve, është një kryeministër i globalistëve, ai punon për globalistët dhe ka filluar të bëjë ato agendat e kontrollit popullsisë nëpërmjet vendosjes së kamerave, sapo kaloi ligji në parlament, ku në çdo cep të rrugëve, në çdo vend do të ketë kamera me cilësi të lartë, të ndryshme nga ato kamerat që janë deri më sot, të cilat nëpërmjet bebes së syrit po ta kapën një herë dhe të identifikuan se kush je, për shembull kur kalon në një vend ku kontrollojnë dokumentat në një port ose në një aeroport. Dhe po të identifikuan edhe nëpërmjet ID-s, atëherë ata kudo që ti je shtin nëpërmjet syve dhe fytyrës e dinë se kush je, ku je duke shkuar ose ku do shkosh, sa do rish, ku do lëvizësh përsëri. Ata i dinë të gjitha nëpërmjet të sistemit kamera. Pra ti ke një lloj, se këta thonë gjoja i vendosin për të eliminuar krimin e kështu, duken si gjëra të bukura kështu, po në fakt arsyeja kryesore është kontrolli, monitorimi i njerëzve. Dihet që për shembull në vendet ku janë vendosur këto, s'ka nevojë shumë për polici, për shik në Hollandë, ose në Hollandë shikon një policë, për shembull. Pse policia janë kamerat, nga dot gjithë ndiqen nëpërmjet kamerave, nëpërmjet monitorëve të mëdhenj që ka policia. Edhe sidomos njerëzit të dyshuar që i mbajnë monitorim. Mendon që do ketë në koncept edhe një gjë tjetër. Njëkohësisht këta tash po kalojnë disa ligje, siç është ligji për çështjet financiare, për këto exchange-et, ku nuk do lejohen nga Banka e Shqipërisë, do dalin këto rregulloret, nuk do ketë të drejtë askush të thyej më shumë se 10.000 euro për një periudhë të gjatë kohore, brenda vitit më duket. Pra do zhduket paraja kesh. Këta do fillojnë të luftojnë paran kesh. Njëkohësisht po vendosin disa ligje drakoniane nëpërmjet kësaj drejtorisë kontrollit pastrimit parave, ku këta mund të kapin me makinë në rrugë, duke ecur, po të kesh një makinë të shtrenjtë, të ndalojnë, të thonë na trego burimin e pasurisë, sot ku e ke gjetur. Operacioni Forca e Ligjit. Po, operacioni Forca e Ligjit. Në fakt, barën e provës e mban ai që të akuzon. Po i ta lë ty barën e provës, të kap edhe thotë, na trego thotë ku i ke gjetur lekët, që ke blerë të makinë 40 apo 50.000 apo 70.000 euro. Dhe në këtë mënyrë, këta i shërbejnë interesave të shteteve të huaja, sepse ato nuk duan që të dalë paraja e tyre, sido që të jetë verë, në punë të zezme, punë të bardhë,
ata duan që ta bllokojnë dhe ta mbajnë në shtetin e tyre, thotë, okej, ne të kemi lënë të punosh, ose na ke shpëtuar, po parat nuk e për t'i transferuar ande, parat do t'i përdorësh këtu për zhvilluar Anglinë, ose Gjermaninë, ose Zvicrën, ose Francën, ose Shtetet e Bashkuara. Dhe në këtë kuptim, shteti ka filluar të bëhet gjithnjë e më drakonian. Njëkohësisht këta firmosën dhe marrëveshjen me OBSH-n, ti e di mirë se e ke trajtuar dhe vetëm mos gabojnë në këto rrjete sociale. Ta firmosën me OBSH-n ku në rast pandemie këta ja japin të gjithë organizimin e masave të pandemisë njerëzve të pasgjedhur në mënyrë demokratike, njerëzve si ai kryetari i OBSH-s që se ka zgjedhur askush atë, e ka caktuar dikush është i emëruar, nuk është i zgjedhur, ose Bill Gatesi ose dikush tjetër nga këta që thonë jemi sponsor, që do të bëjmë vaksinat e njëkohësisht realizojnë atë qëllimin e depopullimit dhe për vete pasurojnë, bëjmë para, duke dëmtuar shëndetin e njerëzve. Dhe Rama i mbështet në të gjitha këto procese, siç i ka mbështetur dhe më përpara. Dihet që është borla i kësaj i Pfizerit, një nga vendet e ralla që erdhi gjatë pandemisë ishte Shqipëria. Rama në kohën e pandemisë vajti ushtrua bëri një në klinikat e Pfizerit, sepse ai ka pasur një problem me sa diun në shtyllën e kurrizit, der pas herë bëndej transfuzion palse, na nuk e di çfarë bënte, çdo 9 muaj, 10 muaj. Dhe si duket këta ja riparuan përgjithmonë këtë defekt që ai ka pasur. Dhe për këtë ai, domethënë, i la shqiptarët si kopetha, bëni çfarë doni, eksperimente, bëni çfarë doni. Dhe shqiptarët vetëm për pandeminë nuk duhet t'ia jepnin kurrë atij dhe socializëm. Sa arsye kishte për të mos i dhënë votën Ramës? Kjo është shumë e madhe kjo, se i ka rritur numrin e vdekjeve 30%. Ne çdo njeri që marrim tash në telefon, ku je, jam në një varim, jam në një vdekje, vetëm vdekje dëgjojmë, nga do kalojmë vetëm në përshtylla. Shqiptarët paksohen, vdekjet vetëm shtohen. Cakon. Përpara zgjedhjeve, një nga marifetet që përdori Edi Rama me taksat tona për të fituar zgjedhjet ishte falja e gjobave, apo jo? Po. Dhe fali jo gjobat e një viti apo të 6 muajve të parë të këtij viti, po të 10 viteve të fundit. Tani, unë dje isha në Vlorë dhe takova një qytetar që merrte pension 120.000 lekë, aq që kishte rënë pensioni, dhe atë pension 120.000 lekë, pra 120 euro, nuk e merrte prej 4 muajsh. Pse do thuash ti? Figuronte me një gjob për ndërtim pa leje në trullin e vet, vite më parë, më shumë se 10 vjet. Dhe këta janë kaq të paturpshëm sa që pasi morën zgjedhjet, njeriut me 12.000 lekë të reja pension i ka ndërprer pensionin, ndërkohë që ligji thotë që ti nuk mund të rrezikosh askujt minimumin jetik. Pra, nëse një qytetar merr të ardhura më pak se minimumi jetik, ti nuk i merr atij as 100 darkë nga llogaria bankare. Nëse merr mbi minimumin jetik, ti do t'i marrësh 50% asaj që fiton. Por e kupton ku kanë shkuar këta? Dhe unë nuk e besoja kur ai më tregonte dhe i kërkova dokumenta. Si e thash, nuk e besoj që mundet të ekzekutoj banka një vendim të tillë idiot të një përmbaruesi që të bllokoj pensionin që ti e ke 12.000 lekë. Jo 1.200 euro, 120 euro. Dhe ma dha dokumentin, e kam, është urdhër i drejtorisë së përmbaruesve të qarkut Vlorës, që urdhëron bankët të heqë sekuestron mbi pensionin e këtij qytetari. Se i shlyer, domethënë ndërkohë. Jo, më jo se shlyer, por nuk mund t'ja marrësh më kur është në minimumin jetik, nuk mund t'ja marrësh fare. Është ndaluar. Ti kush ja merrte qeveria, ja kishte ndaluar në bankë. Domethënë shteti, administrata shtetërore. Po. Domethënë ky fitoi gjyqin dhe dha përmbaruesit. Jo, mori dashur, jo, nuk po më kupton. Po përmbaruesi si ndryri se mund ta humbas gjyqin edhe ti më shpall fajtor për një vlerë 1.000 euro. Po. Ti nuk do mi marrësh mua ato të gjitha, sot se u vdes. Po ti thua që përmbaruesi e kish bllokuar tash këtë vendim. Po pra, po pas ndërhyrjes së avokatëve. Kanë shkuar avokat, janë angazhuar për këtë rast, kanë bërë luftë me zyrën e përmbarimit që është ndaluar procedura. Po 4 muaj ky njeri nuk e ka marrë pensionin.
Pra, e kupton ku shkon? Te pensioni 120.000 lekë të vjetra, 12.000 lekë të reja bllokohet për job. Që është e jashtëligjshme, po ku është çfarë bën më të rënd akoma këtë histori? Ky qytetar është kushuria e Edi Ramës. Kushuria e tretë e Edi Ramës, gjyshit avllezëra djem xhaxhallarësh. Dgjoj, po të na kish dëgjuar deri këtu Rama do ish mërzitur, po tash që dhe këtë të fundit, kështu se do të kënaq. Po unë kam për njerëzit që ta dëgjojnë se ti the që nuk duhej votuar për Ramën vetëm për pandeminë. Ka pasur 1.000.001 arsye për të mos votuar për Ramën. E kupton ti pse gëzohet ai tash, se kërkon që sa i spyet fare për kushurinë të vet. Po e di, ai spyet për fëmijët e vet, jo të pyes për kushurinë. Për asnjë, edhe ai tash thot, sa mirë që ka qenë kushuri im, kështu shtohet jeta. Po jo më e di se ai ka dhënë urdhrin. Tash thot, e diti për shembull që Spiro kolega kur u bë rruga ande nga bregu, dajva e këtij, thonë që e thirrjen Verhoxha dhe i tha, Spiro, në rregull i tha, vetëm në punotha e kaluan mes të fshatit tam, fshatin tënd. I tha, komandanti tha, këtu ke bërë gabim, tha. Pse i tha? Sa ne ju kemi bërë nder juve. Beja një qik lark atyre maskarajme dhe të mundohen, tha, se si shodot me sy, tha, për fshatarët e vetë. Më kupton, beja një qik lark i tha rrugën dhe të mundohen, dalin der atje më kemë, tha, të bojnë. Më kupton, është e vërtet kjo që e ka thënë. Edhe ky kush e di sa është gëzuar tashi që po të na dëgjojnë neve, do më thënë, kushuririm, tashi, ajo thot, kush është ky, thot, se lishon spionat ta gjej, kush e sa gëzohet, do më thënë, dhe ju thot njerëzve, unë zbato ligjin, kur s'pyes për kushurinë të mi, jo të pyes për të tjerët, këtu të gjithë janë barabartë, kupton? Po këtu vetëm ligji nuk është zbatuar pra. Po. Se nuk mund t'i marrësh tjetrit të ardhurat që i ka nën minimumin etik. Po, pra, qartë. Për të mos thënë të tjera që po këtij personi, po e them me emër dhe kush të dojë le ta verifikojë, që quhet Pascal Nesturi, i ka sekuestruar një pronë vetëm sepse ky njeri ka thënë një fjalë që Edi Ramës i ka shkuar në vesh, edhe i ka aktivizuar gjithë qarqet në tru që ai ka antinjerëzore. Ka thënë Sali Berisha je burr se mban fjalën. Ka thënë ky. Po. Kjo fjalë i ka shkuar Edi Ramës dhe i ka marrë një pronë 13.000 metra. Ja ka sekuestruar, ja ka gjoja shpronësuar me vendim qeverie për të përdorur 300 metra për balkon panoramik në anë të rrugës nacionale. Pra i duheshin 300 metra për të bërë balkone që të ndalonin makinat e të shikonin panoramën dhe i ka marrë 13.000 metra. Ka vendim gjykate për kthimin e pronës dhe nuk zbatohet vendimi i gjykatës. Vetëm ligji nuk e njeh Rama, ose më saktë Rama për ditë gjatë këtyre 12 viteve na ka thënë ligji jam unë. Po ju të doj ta njoh ligji nuk s'ka lidhje me ligjin ai. Shiko tash. Dhe kryeministri dhe zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj ishin të dy, domethënë njëri nga shkolla e pikturës dhe artit, tjetri nga shkolla e gjuhëve tuaja. Kupton tash këta dy do drejtonin shtetin. Shtetin kryet do një ekonomist, ja maksimumi i inxhinier që merr vesh nga logjika matematikore, po jo dy njerëz të artit tash të dy drejtonin shtetin atje, kupton, nuk ka kuptim. Nëse kryetari i mazhorancës mund të jetë çfarëdo, po duhet të ketë paktën atë numrin 2, duhet ta ketë njeri që të lëçitur për punën e ekonomisë. Se dia e ke parë ti në këto ditët e fundit një jurist i njohur sa na pëlqevi këtë torta që nga fantastike. Kisha kohë, kisha ngrënë. Tortë mrekullore. Më shohi shumë. Një jurist dhe konstitucionalist i njohur ka hedhur një ide në media që po bëhen gati ndryshime kushtetuese që Shqipëria të bëhet republikë gjysmë presidenciale sipas modelit francez. Dhe Rama të bëhet presidenti i Shqipërisë. Ti mendoj që di rrethin katror në Top Channel? Jo. Unë thash, në qoftë se kjo ndodh, unë do të jem një nga kandidatët për president. S'ke asë një shans të fitosh se vota do t'i numëroj Rama, nuk do t'i numërosh ti. Të shojmë, se edhe ata në Rumani dhe në Poloni, kështu e filluan me TikTok-e i mundën. Kishin ata para, parti... Jo, fitoj globalizmi dhe në Rumani. Po mirë, fitoj, po me shumë vështirësi dhe gjithë e din që s'ka fituar, kupton? Edhe ne po na mundëm, edhe mua po më mundën në një mënyrë të atil, ku të gjithë do mendojnë që kam fituar unë, le ta marrim pasaj, kupton?
Okej. Më kupton? Mirë. Po te lashe ta dish që do t'ju japim shumë dhe unë këta i quaj realisht kandidat shumë të dobët, këta politikët. Le të dale nga PS-ja, nga PD-ja, i quaj të dobët. Sepse populli do dalë masivisht do votoj kundër tyre. Unë jam i sigurt për këtë, kupton? Tash po i manipuluan, po kemi dhe ne mënyrat tona dhe armët tona që sa të kemi Shtetet e Bashkuara, do përpiqemi që të mos i lëm që këta të vjedhin. Më kupton? Dakor, unë mendoj që këta vodhen prap edhe këtë herë, Po vodhën se si në ishin mënyrë galopante, siç kanë vjedhur në 2021. Evropianët ishin me këta që vodhën. Po, ashtu do jenë, pra. Amerikanët nuk ishin as me atë as me këta. Kurse këtë radhë, unë them që në qoftë se do bëhet me votime, unë po të them që Shtetet e Bashkuara do të hyjnë fuqimisht kundër kandidatëve, qoftë të PD-s, qoftë të PS-s, në kuptimin që nuk do t'i lejojnë të vjedhin. Po votën mirë ata. Unë s'jam kaq entuziast për ndihmën e huaj, unë vazhdoj të besoj që janë shqiptarët ata që duhet të zgjidhin hallin e tyre. Fatkeqësisht, e kam thënë këtu, ti e di shumë mirë, kemi thënë në mënyrë të përsëritur, nuk ka një alternativë bindse në horizont që të mund të ngjall shpresë, derisa të vijë ajo shpresë. Duhet të pranojmë diktatin e Edi Ramës, harbimin e epsheve të Edi Ramës. Unë mund të jem një shpresë më e mirë se sa këta të tjerët në qoftë se do të Shim të ti alternativë më e mirë se Edi Rama, po sa do ketë kushte gare, do luftojmë seriozisht. Never say never. Nuk i dihet. A dhe projektin e ri që është paraqitur, se e dëgjova që Rama tha ne prodhojmë arkitekturë më shumë se gjithë Europa bashkë tani. Jo, s'e kam dëgjuar. Po. Ka bërë një mbledhje me ca arkitekt të huaj, ka miratuar një 20 kulla të tjera në Tiranë. Edhe ndër të tjera ka thënë dhe këtë perlën që Tirana dhe Shqipëria prodhojnë më shumë arkitekturë se sa gjithë Europa. Dhe kjo është e vërtetë, se gjithë psikopatit janë mbledhur këtu. Tu ke dorë të lirë të bësh ç'të duash, dhe një arkitekt kishte paraqitur një projekt kulle, duket në rrugën e Kavajës, ku e gjithë fasada, dritaret dhe balkonit, i kishte me gërma. Dhe po lexoje me kujdes, lexoje vetëm një fjalë, jo Tirana, po Tirama. Tirama e përsëritur në të gjitha katet. Këto nuk i ka bërë në verin. Mos do kërkoj ky t'i ndrojmë dhe emrin nga Tirana në Tirana? Po pse jo, më? Pse jo? Kokën e vetë mbolli në shesin Skënderbej. Te ky pallati e gjithë fasada lexon Tirama, mund t'ia ndrojmë emrin dhe qytetit. Dhe mbase ndihem edhe më mirë kështu, si s'është Tirana kjo, s'kishte identitet. Erdhi Rama, e bëri Tirana. Mori identitet qytetit. Me Zogus guxoj të bënte asnjë gjë nga këto. Po Zogu më po them se ka bërë në veri. Mirë, më veri ishte mbret, edhe se bënte, po Zogu ishte mbret, mund ta bënte, dhe s'e ka bërë. Po i veri ishte mbi mbret. Edhe prap nuk e ka bërë këtë. E çuditshme. Po s'po e kuptoj njerëzit akoma se çfarë po bën ai. Sot ky Rama ka marrë gjithë solejat e ndërtimit, asnjë gjë nuk ka lënë dot. Po i ka pasur gjithmonë. Jo, e kishte deri 3 kilometra nga qendra. Më kupton? Tash i ka bërë të gjithë, në mos gaboj, të gjithë rrethin. Domethënë të gjitha rrethet e Shqipërisë i ka marrë ky. Tash një fshatar nga fshatrat e Skraparit që t'i bëj një shtëpi në kasolle djalit që e marton, ta nxjerr nga shtëpia dhe mund të ketë 5-6 fëmijë në shtëpi, si mban dot. Do t'i bëj një kasolle, i çon ande nga Greqia punojnë, të shkretët murator, 3-4 vëllezërve, vinë të bëjnë një shtëpi me 3 kate, secili nga një hyrje atje, nga një kat. Tash për të marrë atë lejen, duhet i vjen Ramës. Rama, është i ndershëm. Ja u jep. Të thuash ti, mos ka ndonjë korrupsion fare. Kush thot ka korrupsion dhe kush thot që po të fus dorën në xhepin e Ramës gjem para, është i mallkuar nga Zoti një, pa leje nga Rama. Jo, unë besoj të që në xhepet e Ramës nuk ka para. Ta mbaroj. Por Rama ju thot kështu, të gjoni thot, ne jemi shumë të ndershëm, kush ta ndalon ty ta bësh shtëpinë, por kalojnë që nga ajo studio ande nga Italia ose nga Zvicra, dërgoja dokumentat nëpërmjet i din këta që bëjnë këto, që merren me këto punë, këta projektuese, arkitektët që janë, lidhuni me ata, dërgojnë ande, t'ja u certifikoj ai. Po i dërgojmë, s'ka problem. Po ka ndonjë kosto atje? Ka, sigurisht. Unë si di, po ata i din. E kur pyesin këta, për një shtëpi për shembull, të kërkojnë 300.000 euro.
200.000 euro, ajo firma atje, kupton, për një shtëpi që bën 150.000 euro si ndërtim, 3 vlezër. Më kupton, punoj 20 vjet në Greqi, e duhet i paguajnë asa firmë. Ama, këta këtu janë shumë të ndershëm, këta nuk marrin asnjë kokër leku, kush ja akuzon, e vraf të Perëndia. Asnjë lek, le të dal njeri të thotë që ka dhënë. Ama, do t'i bëjnë atje ke këta, ke këto firmat që ka zgjedhur Rama. Jo ndoj firmë tjetër, le t'jetë zonja sa të dojnë, le t'ketë bërë vepra sa të dojnë mes Parisit, mes New Yorkut. Jo, nuk i nje, vetëm ato që ka licencuar Rama, që ja u dërgon Rama. Në rregull, edhe mos flisni kot, mos shani kryeministrin dhe qeverin. Është. S'po flasëm atëherë. S'po është. Po hesht edhe unë. Nëse jemi budallën, Lumë ne që e kemi diellin që na ndrim. s'mund të flasim kot ne, të shajmë aq më tepër që ata e votuam 52% e popullsisë me letra dhe domethënë 70 sa i bie 65% ka marrë deputet, ka marrë kuvendin me 60%, 65%. Si mund të thuash ti për atë ndonjë fjalë? Po pra edhe Visar Shiti, madje këtë thoshte, edhe Visar Shiti, e ka zgjedhur populli se kemi zgjedhur ne. Po pra. Po ankoj Visar Shiti se është baltosur apo gërqerosur apo zbardhur apo shlyer zhdukur historia në Spaç. Ke dëgjuar për këtë polemikën e fundit në Spaç? Jo, nuk e di. Spaçi ti e di që nuk është mirë mbajtur kurrë, si vendi kujtesës, si muzeum, nuk është bërë asnjë përpjekje për ta ruajtur nga dëmtimet, sepse ai thjesht duhet të ruajë, të konservojë, kjo është fjala e dur, të konservojë në gjendjen që ishte në vitin 90. Dhe sot duhet shkonin shqiptarët të shikonin një faqe të historisë të tyre që nuk e kanë ditur përpara 90-s. Është lënë të vitet të abuzohet e të shkatërrohet. Shko Visar Shiti kërkon ndihmë te Edi Rama në zyrë që ta ndihmojë për një film që ka shkruar skenarin Visari. Mos keni merak, i thotë Rama, se e zgjidhim ne, ju a bëjmë edhe dekorin e gatshëm për filmin atje, pa nxjerrëm një projekt që bëjmë një muzeum. Edhe ju hiqen juve kostot e përshtatjes mjediseve për xhirim. Tani del që ato përshtatjet e zhdukin historinë. Po e bëjnë Spaçin të duket kam pushimin. Po pra, e bëjnë se kam beror. Edhe tani shkruan Visar Shiti të thotë mos e kishte bërë një shkrim me titull mos e zbukuroni ferrin. Edhe fliste prapë për etër e për bi. Po kujt ja kërkon more zot Shiti? Edi Ramës ja kërkove, Edi Rama po ta bën. S'po të pëlqen tani proteston ndaj Edi Ramës, përdor një herë emrin e përvetshëm, bëu një herë burr në jetë. Po ç'është kjo? Njerëz që kanë qenë të përsekutuar nuk guxojnë t'i thonin gjysmë fjalë Edi Ramës, kryetarit të Partisë Punës. Kjo është e tmerrshme. Aq më tepër kur bën një gjë të tillë, që tallet me vojtet e tyre në burg. Kur nuk e bëjnë këta, nga kush e presin? Kur nuk e bëjnë këta që kanë vojtur vetë në përburgje, që kanë pasur dëmtime në familje, me burgje, me vrasje, me sekuestrim pronash, nga kush e presin? E qarta detyrën e vet, po bën punë çfarë del nga macja dëgjoj për mi. Dihet ajo. Kastriot, si të duket kjo situata në Shtetet Bashkuara se Të rikthehemi në Shtetet e Bashkuara. Ti e hape duke bërë moderatorin atë. Po pra që të haja tortën. Tashi po i rikthehemi pozicioneve tona klasike, tradicionale. Po të bëjum ti më shumë pyetje, pse edhe ti s'ri pa për pyetje, po hajde. Jo, po këtu e ka lezetin. Si e shikon ti këtë ngritje Trump Musk dhe si mund të përfundojë se sot? Mua nuk më pëlqejnë njerëzit që kur kanë një mosmarrëveshje, një pakënaqësi, që mund të jetë dhe e drejtë, arsyeja për cilën janë të pakënaqur me një person, nuk merren me atë argument që është argumenti bazë për cilin janë në konflikt, po fillojnë të nxjerrin historira të vjetra që nëse janë të vërteta, nuk duhet të ishin, domethënë duhet të kishin qenë pengesë për marrëdhënie që në fillim. Ne të dy kemi këtë marrëdhënie që kemi. Po ky sot që tashim mi sollën këto fotot mua, nuk i dinja sot, prandaj kam ikur. Jo, po kjo është e para njëra ai s'duhet merret me fotomontazhe, Elon Musku, se ato janë shumë të shëmtuara. E dyta, nëse kishte këtë mendim që Trump ishte pedofil, për ata që nuk e din, që ka bërë një akuzë, t'ja themi publikut që Elon Musk ka thënë që arsyeja pse nuk hapen, nuk deklasifikohen
dokumentet sekrete të dosjes Epstein është sepse është Trump në listën e klientëve të Epsteinit, që unë nuk e besoj. Po mos e thuaj sot këtë që. E para, e dyta, megalomania e Muskut, pa mua thot Trumpi nuk do kishte fituar. Po prit më se nuk e ka thënë askush këtë lloj mendimallësie. Steve Bannon ka qenë ai që e gjithë media perëndimore në 2016 e shpalli arkitektin e fitores së Trumpit, ideologun, strategun, që nuk i thanë. Dhe ai në çdo intervistë ka thënë, unë nuk e bëra Trumpin president. Trumpin e bëri president Trumpi. Në kuptimin që është ai që është, me atë histori personale, me atë personalitet, me atë intelekt dhe me ato qëndrime politike që mbajti, unë ndihmova thotë. Po nuk e bëra unë. Pra e para njërë kjo shija e keqe prej grash të këqija të lagjës që thon këto thakmat për pedofili. Ndërkohë që dihet mirë që ka pasur një incident midis Epsteinit dhe Trumpit vite më parë, kur ai ka qenë vizitor në Mar-a-Lago në klubin e Trumpit. Trump është njoftuar nga stafi që ka dyshime se po ngacmohet një vajzë e mitur, ka shkuar dhe ka gjetur Epsteinin. Dhe e ka përzën Epsteinin me gjithë shpurën e vetë, dhe ka thënë ju më kur në këtë lokal. Po Trump e dinte se kush ishte Epsteini, e dinte se kush ishin edhe ata që e shoqëronin. Dhe nëse e ka bërë këtë gjë, për mua kjo tregon që është anti-pedofil, jo pedofil. Po me Elon Muskun kam një shqetësim tjetër, sepse e mori me shumë entuziazëm, i pëlqeu të ishte në qendër të vëmendjes, të ishte ylli i fushatës, i duke vetes si ylli Roku ndoshta, se ke parasysh yllit e Rokut që e çojnë në delir turmën në 100.000 apo 50.000 apo 200.000 në një stadium dhe mendojnë që janë zoti dhe pastaj fillojnë dhe japin mend edhe si të vishën, si të bëjnë vaksinën, si të bëjnë fëmijët gay. Elon Musku kaloi të njëjtin cak. Me fitoren e Trumpit filloi të jepte direktiva se si duhet zhvillohet e djatha në Europë. Arriti deri aty sa tha pas një shkëmbimi që nuk e di çfarë kanë pasur mes tyre në Xixh, që nuk ka funksionuar, doli pa pikë turpi tha Nigel Farage nuk është i përshtatshëm për të drejtuar të djathën britanike. Po prit more djalë, ti thuash. Se po sillet si djali i papjekur. Nigel Farage është në politikë që nga viti 1992. Dhe kur ka folur Nigel Farage për sovranizëm, që eventualisht çoi ajo lëvizje në daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian 2016, që i thon 24 vjet, as Trump nuk ishte në politik, as Trump nuk ishte artikuluar ide sovraniste, jo më Elon Musk. Elon Musk deri para 4 vjetësh ka qenë demokrat, ka mbështetur Partinë Demokratike Amerikane. Pastaj filloi të thoshte jo, po Giorgia Meloni është zgjidhja e durë për Italinë, AFD-ja bën, kjo s'bën, në disa raste sigurisht mund të pajtohesh me mendimin e tij. Kryesorja është që ti i nderuar zoti Musk, ke të drejtë japësh opinionet e tua secili do qytetari i kësaj bote. Duke qenë ai që je me atë peshë mediatike që ke, fjala jote peshon më shumë, bukuri. Ushtroje këtë ndikim, nuk po të thot njëri që s'ke drejt ta bësh. Po kur jep receta të tilla, Nigel Farage nuk duhet të jetë udhëheqësi i djathtës britanike, një javë më përpara thoshte unë do ta financoj partinë e Nigel Farage që të fitojë, që edhe kjo ishte jashtëligjshme. Sepse Musk është qytetar jo britanik, nuk mund të financojë një parti britanike. Gjitha këto mendoj që me sa duket ka qenë një fund i pashmangshëm, një rrëzim për shkak të delirit të madhështisë të vet Elon Muskut, nuk mendoj që e dëmton Trumpin, aq më tepër që në planin personal jo njëherë, Trump nuk do zgjidhet më president. Nuk i intereson më mbështetja e Elon Muskut për një fushatë ardhshme. Trump është në lojë tani për dinjitetin e vet. Që njerëzit ta kujtojnë për mirë për këtë 4 vjeçar të dytë, të ndrejtë gjithë gabimet e 4 vjeçarit të parë dhe mundësisht të vendosi bazat që edhe pasuesi i tij të mund të vazhdojë i qetë në të njëjtën rrugë. Pra të sovranizmit, të konservatorizmit në Amerikë. Kështu e mendoj unë. Edhe unë mendoj që ishte një debat i kotë, ndoshta. Nuk mendoj që, ose dyshoj të faktin që Trump është i afërt me Jeffrey Epsteinin, dhe në vitin 2016 ka pasur shumë njerëz në administratën dhe në partinë e tij republikane dhe në senat dhe në kongres, njerëz të lidhur me Jeffrey Epsteinin. Unë kam bërë 2 emisione për këtë, kush të dojë mund t'i kërkoj.
Kam edhe emisione të tjera dhe prova të tjera që ata kanë qenë të afër dhe të njohur me njëri tjetrin, por nuk e di se deri në çfarë shkallë. Është i përfshirë apo jo Trump në pedofili, nuk e di, sepse ka mundësi që njëja e tyre të ketë qenë për shkak të përfshirjes së Trumpit në këto aktivitetet me miset, dhe Jeffrey Epstein mund të jetë në një person që i siguronte atij donacione dhe zhvillimin e aktiviteteve, sepse në Shtetet e Bashkuara këto aktivitete janë me kosto të lartë, por unë dyshoj që Trump mund të jetë i futur thellë në marrëdhënie me Jeffrey Epsteinin, për shkak se Trump dhe në mandatin e tij të parë, kur u arrestua Epsteini, edhe tash që ka gjithë këto muaj, përsëri dosja Epstein nuk po hapet. Dhe në Kongres tash demokratët kanë thirrur këta drejtuesin e FBI-t, këtë si e ka ai indiani, dhe Kesh Patel, dhe i kanë kërkuar që të jap informacion në lidhje me dosjen Epstein, pse nuk po e nxjerrin në gjykim. Më fal, kanë thënë edhe një gjë ama të dy, edhe Patel edhe Dan Bongino, që vdekja e Epsteinit është për shkaqe të vetvrasjes, nuk është vrasje. Kanë ngulur këmbë të dy. Që mua edhe kjo më ka futur dyshime të mëdha. Po. Bile, unë e di që Epsteini është gjetur i masakruar dhe nga kurizi qarë me thika, nuk është se ai u barë, po a u vetë barë, a e barën, unë nuk e di, por ai ka qenë i masakruar dhe nga kurizi me thika, dhe nuk ka mundësi se si ai të vetë briteshe me thika mbrapa vetë në kuriz. Kështu që unë mendoj që Epsteinin e kanë eliminuar, e kanë vrarë që të mos fliste, po personi që mund të flasë aty nëse dëshiron dhe nëse krijojnë kushtet, është kjo ajo që bashkëtonte Epsteini. Ghislaine Maxwell. Po Ghislaine s'ka për të folur sepse Ghislaine e di që vdes edhe vetë. Po pra, prandaj. Madje Trumpi është nxefur shumë tash që Elon Musk po thot fakte të, domethënë, po nuk them që janë fakte, se ndoshta u shpreva gabim, po që po e akuzon Trumpin për lidhje në aktivitetin e vetë me Jeffrey Epstein, se për ta njohur dhe për ta pasur mik mund ta kesh. Unë qofse edhe unë mund të jem kriminal, mund të kem vrarë 20 veta. E tyri me mua tash, ti s'digje se çka kam bërë unë. Kupton? Tash qofse unë zbulohem që kam vrarë 20 veta ose kam përdunuar 20 femra, dhe nesër s'mund të akuzojnë ty, të thonë kastriot, si shkojnë ti ke hyj edhe ti e përdunuese kështu, nuk mund të akuzohesh, apo jo? Po. Jeffrey Epstein ka qenë një njeri publik me aktivitet të gjerë, kupton, nuk diskutohet. Dhe Trumpi mund ta ketë njohur kështu, mund ta ketë ditur që ishte edhe çik qefllik, kështu siç marrin këta në për këto motelet që mbajnë të fshehura vajza që zhvillojnë aktivitet prostitucioni, kështu kupton, mund të ketë ditur ndonjë gjë, apo ka thënë punën e tij, po ndoshta s'e ka ditur që ai merreshe me të mitura. Me të mitura. So, aty është problemi. Dhe i dërgonte për pica kur bëheshin porositë për këto, kupton. Ai nuk është akuza pse ka dalë në fotografi me Epsteinin në 2-3 vende, kupton? Sa ishte njëri publik. Kupton? Nuk është akuzë. Në qoftë Jo, patjetër. Clintonët janë të akuzuar rend për aktivitet shitje, blerje të miturish dhe përdorim për tregti dhe për përfitime dhe për adrenokrome dhe për sakrifica. Më kupton se kjo është më e rënda pasaj. Adrenokroma dhe sakrifica, përdorimi i fëmijëve për këto çështje. Dihet për shembull që ky vllai Charlie, si e ka Andrew, Princi Andrew, po. Princi Andrew, ai e akuzove australiane, e cila u diq tash sa do fillon të gjyqi. Ishte dëshmitar. Vrau vetëm dhe ajo. Ishte të tërë janë vetë vrarë. 2 javë pasi kishte bërë një status që kishte thënë që nëse gjendon e vetë vrar, dijeni që nuk e kam vrarë vetëm. Po, s'kam ndërmend ta vras vetëm. Po. Dhe ky Princi Andrew për shembull, për këtë ka akuza direkte që domethënë është pedofil, ka marrë vajza të vogla e ka përdorur. Dihet që janë ata vëllezrit Podesa, ata janë mostra fare. Dihet që ka qenë ky Al Gore, është monstër pedofil dhe njeri që merreshe me tregtinë adrenokromës, që është tregtia më e shtrenjtë në botë, nuk është kokaina. Adrenokroma është domethënë substanca më e shtrenjtë në botë. Ka qenë
1 litër 1.2 miliard euro, kurse tash nuk e di sa është bërë. Në vitin 2020 ka qenë 2019 ishte afërsisht ky çmim, me sa mbaj mend unë që e kam lexuar diku. Pra, nuk e dim se dëm çfarë mase mund të jetë i përfshirë Trumpi, por shumë njerëz dhe miq të Epsteinit, Trumpi i ka pasur miq dhe bashkëpunëtorët e vet në qeverisje dhe në Partinë Republikane. Tashi Epsteini kishte shtrirë duart shumë në politikë dhe shumë nga politikanët e karrierës ndaj të cilëve Trump nuk mund të distancohet prej të gjithëve, mund të jetë edhe kjo që se në Amerikë nuk mund të jesh një plumb i bardh, kupton, sepse ngado që të vesh atje ka vetëm tymë dhe shufur edhe zift, më kupton? Sa do që të përpiqesh si ajo vjersha ife Rudyard Kiplingut, që nëse mund të rish me maskarenjë dhe nderin tënd të arruash. Këto janë gjëra, domethënë jashtëzakonisht të vështira dhe nuk është çudi që të besohet që Trump mund të jetë një personazh i tillë si i Rudyard Kiplingut, kupton, që ka qenë i rrethuar nga çdo anë me maskarenjë dhe pakta maskarenjë në përkëmb nuk mund të eze se këta ishin në rrugë, të gjithë në rrugën që kishte Trumpi. Dhe deshte do bënte aleanca të përkohshme, aleanca do t'i shpallte armiq, do t'i shpallte kundërshtar, do t'i shpallte ku diun derisa unë gjit atje ku është. Të shikojmë, Trump duhet të bëjë shumë lëvizje, po mendimi im është që njerëzit nuk kanë pse presin Jezu Krishtin, nuk kanë pse presin për të shpëtuar jetën e tyre. Nuk kanë pse presin QAnonin që të bëj atë planin e heshtur e të qetë të vazhdoj veprimtarinë ose ata që quhen White Hat ose kapelet e bardha. Njerëzit duhet t'i zgjidhin vetë sepse agenda e këtyre 2030 po vazhdon. Këta kanë marrë në dorë tash plandemit. Këta duan të shpallin plandemit të reja. Luftrat ndërkohë nuk po mbyllen, po zgjerohen, po vazhdohen. Po kufizohet lëvizja, po bëhen gati planet për lockdown për klimën. Po pra, që të mbrojmë klimën nga CO2-shi. Po pra, janë agenda 2030, Rockefeller, dhe njerëzit kanë filluar të ngrihen. Në Paris po zgjohen, kanë dalë kundër vendimeve për këtë politikanën e djathtë, si e ka ajo që u Në cilin shtet? Në Francë. Le Pen. Në Paris, domethënë kanë dalë në mbrojtje të Le Penit, kanë dalë në Spanjë, në Madrid para 2 ditëve ku kërkonin me mira njerëz, kërkonin daljen nga Bashkimi Evropian, daljen nga NATO-ja të Spanjës dhe kundër politikave të luftës dhe riarmatimit që kërkon të ndjek Charlie dhe Evropa. Njëkohësisht në Bullgari, sepse bulgarët nuk kanë euron, kanë levën. U futën në 2007. Do të hyjmë tani shpejt. Dhe tash po ju thonë të hiqni levën dhe po dalin shumë nacionalistë protestojnë në rrugët e Sofjes kundër heqjes së levës, sepse e konsiderojnë paranë e tyre kombëtare element të sovranitetit. Dhe kështu ka dhe vende të tjera, një 7-8 vende në BE që kanë ruajtur atë monedhën e tyre. Dhe janë të gjitha vendet që kanë ekonomi më të mirë tani. Po pra. Polonia, po pra. Çekia, Hungaria kanë monedhën e tyre. Danimarka, Suedia, më duket, ka koronë. Edhe në këtë kuptim që njerëzit duhet ta fitojnë vetë lirinë e tyre duke organizuar, duke shtrënguar, duke bërë protesta të mëdha dhe jo duke pritur që të vijë Jezu Krishti dhe Mesia dhe t'ju zgjedh, prit se i di Zoti, prit se i di Allahu, Allahu i di të gjitha, Allahu do na shpëtoj. Allahu është si peshkatari që ju e ca kokra atje në vaske, peshqit as e din fare, atje me njëri tjetrin thonë na jep Allahu, thonë me atë gjuhën e tyre, na jep Zoti, na jep Krishti, na jep. Kupton, dhe fillojnë hanë njëri tjetrin atje, zhdukin njëri tjetrit, luftojnë me njëri tjetrin atje në atë botën e tyre, dhe ai peshkatari as i di fare, as i shikon, as i ndjek, i le atje, kupton, edhe njerëzit kështu duhet ta shikojnë Allahun dhe Zotin. Është ai që ka krijuar këtë lloj mjedisi për të jetuar, një fuqi e madhe, një mendje e madhe që ka ndërtuar këto lloj vaskash që ose mund. Këtu është toka, këtu është Marsi, këtu Jupiteri, aty. Më kupton, janë me radhë të gjitha kanë nga një firmament sipër, të mbushura me ujë lart, me ujë poshtë, ujë qarkullon kur shtohet në zullumi këtu peshqit fillojnë e përgjakin shumë. Ajo hap ato portat atje lart edhe ngre ujin nga
niveli ku është sot, e çon ja 3.000-4.000 metra më lart duke i përmbytur të gjitha, pastaj e kullon prap del ujë, se është një enë e madhe me të njëjtin sasi ujë. E ngjitet uji lart, nivelohet ajo sipërfaqja, kush shpëton vazhdon jeton, kush nuk shpëton, hidhen ca rasat të rinj atje, nga Koran edhin krap, ose ku di unë, kupton, edhin ca rasat të rinj me ngjyra të tjera, kupton, e fillojnë ato historira të ripërsëriten nga e para, ku di unë se çfarë mund të ndodhë, ne jemi shumë të paditur mbi të shkuarën në historinë e qenieve këtu në tokën tonë dhe mbi të ardhmen. Dhe nuk e dim edhe se kush i komandon këta që bëjnë gjithë këto agenda, nëse o ka thënë peshkatarit i bëjnë këto, apo i bëjnë me mendjen e tyre. Se po t'i bëjnë me mendjen e tyre është gjysmë të keqe, po t'u ke thënë peshkatari, atëre është shumë e vështirë. I ka thënë BlackRock. Që ne të shpëtojmë. Po këtej kastriot në diçka të një sy këte nga Evropa lindore, qa bëhet, si duket ty? Lajmi mirë ishin zgjedhjet polake. Edhe në Poloni u tentua të manipuloheshin zgjedhjet me makinacione. Është interesant se ai është trumpista, që fitoi erdhi me parullat e Trumpit. Polonia e para. Kjo ishte parulla e këtij. Ka shumë gjashmëri, si do ta shpall edhe unë parullën time, Shqipëria e para. Kjo do jetë parulla ime, si trumpist do të dalë. Po gjithsesi, duke u përpjekur që dhe me Evropën si fshinj dhe si komshinj që jemi të ruajmë politika win-win, jo armiqësore absolutisht. Ti e di pikpamjen time që qendra e djathtë, ajo që e quan veten qendër e djathtë sot, praktikisht është e majta. Po. Janë në një stan. Nerci me shok. Po. Çfarë ka interesante në zgjedhjet polake dhe në zgjedhjet rumune? Nga këta që quhen të majt, pra deklarohen si të majt ose qendër e majt, nuk ka pasur asnjë kandidat. Pra, për aty që raportojnë mediat, ashtu si që e kanalizojnë ata narrativën, edhe në Rumani, edhe në Poloni, gara për president ka qenë midis të djathtësh. Siç ka ndodhur në 96 në Shkodër, që kishte 2 kandidatë të djathtë për kryetar bashkie. Fituam ne djathtë bashkie. Pra, të majtën e kanë masakruar qytetarët me votë. E kanë nxjerr fare nga loja. Ajo që po kuptojnë tani qytetarët është që këta që hiqen si qendër e djathtë në fakt janë e majtë dhe po e dënojnë edhe këtë pjesë me votë. Dhe po fitojnë ato që mediat e rrymës kryesore i quajnë ekstremist, pro Putin, pro Trump, nacionalist e ç'nuk u thon. Deri këtu në rregull. Problemi është se siç ndodhi në Rumani, që pati një harbutëri të gjykatës supreme që përjashtoi 3 kandidatë nga gara, që pati ndërhyrje deri te ambasadorit francez në fushat, drejt për drejt, shkonte dhe takonte njerëz dhe i thoshte votoni për kandidatin e qendrës, kandidatin europian, se përndryshe rrezikohet gjendja juaj dhe raporti juaj me BE-n dhe me NATO-n. Ja shpërsëritur loja në Poloni. Sipas raportit të OSBE-s, pra jo timin, jo tëndin, jo të një gazetari të themi pro Trump, një të djathti, por sipas organit që është ngritur për të bërë kontrollin e zgjedhjeve. Ka pasur një anshmëri të televizionit shtetëror polak, TVP. Ka mbështetur hapur njërin kandidat, sigurisht atë të qendrës djathtë që praktikisht është qendër e majt, kundër të djathtit të vërtet, sovranistit konservatorit Mavrotski. E para. E dyta, ka pasur financim të paligjshëm në fushat. Është zbuluar se një organizatë e lidhur me Sorosin, Action for Democracy, veprimi për demokracinë, ka kontaktuar një kompani me qendër në Vjenë, në pronësi të 2 shtetasve hungarez, për të bërë reklama në Facebook. Tani ti e di që Facebooku ka filluar të deklarojnë që nëse ti e kërkon informacionin, të deklarojë për shembull Alfred Sako sa para ka paguar, në çfarë kalendari i ka bërë këto pagesa dhe çfarë rezultati ka prodhuar, sa shikim kanë marrë videot e Alfred Sakos. Për politik pastaj është detyruar të jap kujdo që e kërkon atë informacion nga organet shtetërore. Kjo kompani, pra me qendër në Austri por me pronar hungarez, ka financuar ditët e fundit të fushat, pjesën e balotazhit, kandidatin globalist. Mirë, po tani na delet se ka dhe ca yçka të tjera, ca gjëra që duhen zgjidhur. Këta janë marrëdhënie të ngushtë me një kompani që quhet Higher Grounds Labs në Shtetet e Bashkuara, që është kompania kliente e Partisë Demokratike Amerikane, që merret me këtë punë, me marketing politik.
Mirë po, si këta subjekte, pra Higher Grounds, Partia Demokratike Amerikane, George Soros, apo kjo kompani austriake që janë përfshirë në këtë rrjet me këtë shoqatën Action for Democracy, janë subjektet huaja dhe si të tilla e kanë të ndaluar të përfshihen në zgjedhjet polake. Ashtu si çdo vend i botës ndalon si financimet si ndërhyrjet e formave të tjera të huaja në zgjedhje. Dhe e treta, më e rënda që ka ndodhur në fushatën polake, Komisioni i zgjedhjeve ka refuzuar të jap kandidatit Mavrocki 2.6 milion euro që ishte fondi i parashikuar për të përdorur për fushatën e tij zgjedhore si kandidat. Jo vetëm kaq, por nuk i ka dhënë as partisë PiS, Partia Ligj dhe Drejtësi, që kishte presidentin, po kishte humbur qeverinë, ka refuzuar të jap fondin vjetor me argumentin se në zgjedhjet e vitit 2023 raporti që ju keni plotësuar për shpenzimet e fushatës për zgjedhjet parlamentare të atij viti ka pasur pasaktësi. Kjo nuk zgjidhet në këtë formë, ti nuk më heq dot mua të drejtën që të kandidoj prap, sepse pas ka pa rregullsi apo pasaktësi raporti i para 2 viteve. Atë raportin çojë në gjykat, më vër gjobën që duhet më vesh, më sekuestro aty pjesë që duhet, po jo të më ndalosh ti në mënyrë drastike mua financimin për gjithë vitin 2025. Tani partia PiS dhe kandidati Mavrocki i kanë çuar këto të dy çështje në gjykat, në gjykatën supreme. Pra që është një gjykat që ka atributet e gjykatës lartë në Shqipëri dhe gjykatës kushtetuese bashkë. Dhe gjykata i ka dhënë të drejtë partisë PiS, pra ka urdhëruar Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve që t'i zhbllokojë këto fonde. Dhe del ministri i financave, më dëgjoj me vëmendje, dhe bën një deklaratë bombë që asnjë ministër as në 97-ën, as në 2005-ën, as sot në 2025-ën, as në thënjishë nuk e ka thënë ndonjëherë në Shqipëri. Unë nuk e njoh gjykatën supreme, ligjërat e drejtë. Nuk e njoh gjykatën supreme. Dhe nuk është zbatuar vendimi i gjykatës. Dhe si e ka zgjedhur Mavrocki këtë, i ka bërë thirrje qytetarëve për mbledhje fondesh. Ka mbledhur 50.000 donacione, mesatarisht tek 100 eurot. Ka marrë më shumë se sa 2 fishin asaj që duhet merrte nga Komisioni i Zgjedhjeve dhe e fitoi garën. Për ta përmbyllur, cili është morali fabulous, çfarë duhet mësojmë ne si shqiptar nga kjo? Ne mësojmë, unë të paktën mësoj nga kjo histori që të fitosh kundër establishmentit është e mundur, por të duhet më shumë mobilizim, më shumë vendosmëri, dhe të duhet një marzh i tillë fitorie që nuk e manipulon dot, nuk e blen dot, nuk e vjen dot. Duhet një diferencë e madhe që pra, e dim që jenë luftë. Ata do ta manipulojnë. E dim që Edi Rama do vjedhë dhe zgjedhjet e ardhshme. Por Rama nuk vjedh 99% të votave, që të jemi realist. Mund vjedh 15-20%. I vjedh 20%, bukuri. Atëherë objektivi jo duhet të jetë fitosh me 30%. Po. Edhe do ta fitoj. Mobilizoj njerëzit që të fitojnë me 30% dhe s'ka ç'bën Rama. Ja ku i ke shembullin polak, për pak për një fije nuk u vërtetua në Rumani. Vetëm 300.000 vota mund të marr maksimumi. Edhe një 100 mund të marrin këta të përdesa 100. Dhe për partiti? Ka të gjë. Jo, s'kam nevojë për partiu. Po do të lëvizë, ja, partia ime në Juve që do më mbështesni, do t'ju vëgraj detyrë të gjithëve, ç'a do bëni? Do dalim kandidat në zgjedhje. Do gjejmë fondet si kandidat. Po pra, do nxjerrësh kandidat në zgjedhje që të rrezosh Ramën. Po zgjedhja e presidentit do bëhet më vetë, nuk do bëhet me gjithë kandidatë. Zgjedhja e presidentit është Tigani në zjarr peshkun det më burr, nuk e dim kur bëhet. Kujtova se po më thoje që të bëhemi gati për zgjedhjet e 2025-s, zgjedhjet parlamentare. Unë po them për president, domethënë nëse do bëhet me, domethënë si në Francë që the ti dhe ka mundësi në 2027 të bëhet kjo. Nëse kjo bëhet dhe do votohen kandidat drejt për drejt nga populli, unë do jem një kandidatura dhe kam shpallur i pari, kupton? Mirë, por prapë të duhet nuk kam lidhje me partitë. Prapë të duhet një parti që të mbështet, se nuk fiton dot ashtu. S'dihet. Humbi Rumuni, humbi Kalin Georgescu. Mund të gjejmë dhe mbështetje rrugës, nuk i dihet asaj pune. Do shikojmë edhe do ecim, po partia jonë është populli. Populli shqiptar. Populli shqiptar e di kush jam unë, kush është Rama, kush janë këta të tjerë. Kush e do dhe kush do luftoj më shumë për ta prosperuar. Do të thënë 2027 kemi një tort tjetër, kemi tortën e Cakos president. Tort të madhe. Tort të madhe. Sa kjo tavolina. Dakor. Po për luftën në Ukrainë si po duket Kastriot do ta marrë shumë po duket Rusia se
Po më duket që po përpiqet ta marrë dhe Odesën, e kanë në objektiv dhe është duke krijuar dhe atë tamponin, atë fashën nëpërmjet ushtrisë çeçenëve, ja u ka dhënë këtë si detyrë që ata të krijojnë atë fashën, nuk e di sa kilometra, vende 10-15 kilometra të gjerë, ku nuk do të ketë, domethënë, ushtri, shërbim sekret të Ukrainës dhe as të Rusisë, do të jetë një zonë tampon, asnjëse dhe pastaj do varet si do jetë Rusia në Turqi vendosi 29 kushte për paqen. Ukrainasit midis tjerave buri që këto 4 zonat duhet t'i jepeshin të gjitha Rusisë, ato 4 komunat e mëdha që dihet cilat janë. Ndërkohë ka kërkuar që asnjë ushtar i huaj të mos jetë në Ukrainë. Ka kërkuar atë zonën tampon, ka kërkuar që në shkollat të lejohet përdorimi i gjuhës ruse, si gjuhë zyrtare në... Ato që kanë qenë në marrëveshjen e Minskut. Po, edhe disa gjëra tjera që tash po më kujtohen. Ka kërkuar që neutraliteti në bisedime mos vi Zelenski, por të bëhen zgjedhje para se të fillojë bisedat e paqes, të dalë një qeveri dhe një president legjitim, të cilët të përfaqësojnë pjesën e mbetur të popullit Ukrainas, ndërkohë sipërfaqja që ka pushtuar Rusia, po i afrohet nëse do t'i marrë dhe Odesën, shkon ke 40% që gati sipërfaqes së Ukrainës. Nuk e besoj se është kaq shumë. Diku te 20% që ka qenë me 4 rajonet e ka marrë. 22% ka qenë pa rajonet e plota, se ka disa rajone që janë 70% një rajon. 3 tjera dy janë nga 72 dhe 70, ishin para 2-3 muajve. Krimea, Luhansku, Donetsku, Hersoni dhe Zaporizhia, gjitha bashkë shkonin 22% e totalit të sipërfaqes së Ukrainës. Me atë që ishë pushtuar, po ishin pushtuar nga 70%, 2-3 nga to, dhe me pushtimin e plot dhe to. Nëse, unë mendoj që paqja nuk është afër. Sot ka filluar të sulmohen rrethinat e këtij qytetit, si e ka ky qytet i madh që është afër këtej nga Gjeorgjia, më fal nga kjo Bielorusia, është një qytet i madh aty. Kherson e ka qytet i lartë dhe ka filluar luftë e ashpër dhe me sa duket Putini kërkon ta marrë dhe atë qytet që është shumë i rëndësishëm dhe strategjik, dhe që ka lidhje me autostradat që vinë nga Gjeorgjia, nga kjo Bielorusia, dhe kalojnë paralel me Dnjeprin dhe zbrecin deri poshtë në Odesa dhe kërkon ta kontrollojë atë margjinale e cila është bërë në kohën e Stalinit, ajo rrugë. Dhe ky thotë që janë asetet ish perandorisë ruse dhe të Rusisë dhe do ta marrë dhe këtë margjinale të gjithë. Dhe situata duket akoma e mirgut. Unë mendoj që këta nuk do të bëjnë paqe, Britania nuk do paqe. As Franca. Britania kërkon as Gjermania tani me Franca dhe Gjermania po i tërheqin përunde. Është e çuditshme se si Evropa që kishte interesat, ishte të bashkëpunonte me rusët për të marrë gazin dhe për të ulur kostot e prodhimit dhe kostot e industrisë së saj, për shkak të uljes kostove të energjisë. Yrin në këtë kurs, më përpara ne justifikonim se theshim çizme amerikanëve, Bidenit është aty mbi qafën e Gjermanisë dhe nuk ka çfarë të bëjë sepse ka ushtrin. Tash që Trumpi po ju thotë ore bëni paqe, mos bëni luftë, ne jemi kundër luftës, edhe po tërheq dhe një sasi të madhe ushtarësh, nuk ka asnjë lloj kërcënimi Gjermania. Po pra ushtrisë amerikane. Çizmja që kanë pasur në Gryk nuk ishte e Bidenit. Po ishte e BlackRockut. Po pra, dakord. Ishte komitetit 300 dhe nuk diskutohet ajo, por po ushtria amerikane kishte një fuqi të madhe që kontrollon dhe BlackRocku, po se kontrollon dot më pjesën amerikane. Ky po e tërheq, ka tërhequr 20.000 ushtarë, nga 100.000 ushtarë që janë bilet 30.000 ka patur. Nga 100.000 që ka pasur në Evropë, po i transferon në Oqeanin, ande në Oqeanin Indian, në Oqeanin në kufit e Oqeanit Indian, në Oqeanin Paqësor, afër Azisë së Largët, në Tajvan dhe në Japoni dhe në Australi. Dhe Gjermania është e lirë të vendosë, ndërkohë që Gjermania po bën politikën e Anglisë dhe kërkon të bëj proxy war për Anglinë, të fitojë Anglia ty në luftë Polonia dhe Gjermania. Kaq budallënj janë këta politikanët evropianë. Jo, nuk është puna se janë budallënj, po është puna se janë të kapur, të paguar dhe punojnë për BlackRock, dhe BlackRock është fitimtari real i luftës,
çfarëdo që të ndodh në terren, sepse është ai që po e blen për një çap buk gjithë tokën bujqësore të Ukrainës, që do marrë resurset minerare që do mbeten, se tira do t'i marrë Rusia. Kjo është një nga arsyet që Trumpi ky Putini po vazhdon po merr tokë, sepse nuk do t'ja u lërë këtyre Kam përshtypjen që Putin po detyrohet të avancojë, sepse në momentin që Ukraina nuk e pranon paqen në ato vija që ishin vijat demografike, edhe mund të kapitullojë komplet Ukraina dhe pastaj do ju gjithë Evropa në luftë. Nuk do ta pranojë kapitullimin. Ka rreth 300.000 dezertor Ukrainas në 30 luftë, dhe Ukraina bën sikur nuk ka ndodhur asgjë, shpreson masat e mobilizimit, I kap njerëzit në rrugë me dhunë, I fut në furgona dhe I çon mish për tokë në front. Kemi parë videot të mërshme. Ka statistika të kthimit të kufomave dhe të robërve, sa herë ka marrëveshje dypalëse, dhe Ukraina mbërrin deri aty sa që bllokon në kufi kamionet frigoriferik rus të mbushur me kufoma të ngrira, sepse nuk do që në opinionin publik të merret vesh janë me mirë ata që kthehen në celofan, në veshje plastike. Siç bën sikur edhe shkëmbimi I robërve është me raportin 1-1. Ti si mendon se do ketë paqe në Turqi ose ndonjë vend tjetër? Ose unë e shoh shumë të vështirë, unë dyshoj që kjo punë mbaron me mbërritjen e Rusisë në kufit e Moldavisë. Nuk shikoj vullnet. Do t'i marrë të gjithë Bregdetin Ukrainës, do ta lërë pa Bregdet, dhe atëherë mbase Ukrainasit do fillojnë të kuptojnë që punët kanë shkuar larg dhe mbase do të ketë një revolt të ukrainasve kundër Zelenskit. E kupton sa e rëndësishme ka qenë për Komitetin 300-ve Polonia dhe Rumania për këta, sepse Polonia kalon të 95% të furnizimeve në Ukrainë. Tashi po bllokua Polonia nga presidenti I cili thotë ne s'kemi punë të përzihemi me luftën në Ukrainë, duam asnjësi. Është pak ndryshe, nuk e besoj se është ashtu, po vazhdo. Varet sa fuqi do ketë, sepse është fuqia, po qeveria nuk ka polak, asnjë parti polake nuk është për marrëdhënie të mira me Rusinë, fatkeqësisht. Po. Edhe ata të djathtë konservatorë. Ata kanë ca kushte ekstra për Ukrainën. Marrëdhënie të mira me Rusinë. Ky kërkon mos ketë armiqësi me Rusinë. Ky kërkon të jetë asnjëans. Ky është qëndrimi I presidentit polak të sapo zgjedhur. Dhe unë nuk e di kështu. Unë e di që ai ka vënë kushte Ukrainës, I ka thënë një gjenocidin që ke bërë kundër nesh gjatë luftës dytë botërore. Po, është e vërtetë. Po jo, patjetër që është e vërtetë, por ama pasoja politike e një veprimi të tillë pastaj është shumë e rëndë për Ukrainën. Se nëse Ukraina pranon zyrtarisht që ka kryer gjenocid, I bie që të rishikojnë kufit e Ukrainës edhe në drejtimin e Polonisë. Kur ka Polonia mund t'i marrë të gjithë territoret që ka humbur. Kur ka avancuar ushtria e kuqe në drejtim të perëndimit, ukrainasit kanë qenë në avangarda që kanë bërë krime të mëdha, qoftë kundër polakëve, kundër estonezëve. Po të kuptoj, po imagjinon tani se çfarë do të nëse Ukraina e dobët ushtarakisht, dobët ekonomikisht e politikisht, pranon që I ka marrë ato territore në mënyrë të padrejtë, Polonia fare mirë mund I thotë, bëjmë pak referendum. Referendum në Lviv, ti pyesim qytetarët, duan bashkim me Ukrainën apo me Poloninë? Lvivi me Poloninë është polake, nuk ta diskutohet. Desha ti kujtonja shikuesit që ka ndryshim të madh mes ushtrisë kuqe kur sulmojnë në perëndim dhe ushtrisë së Car Aleksandrit kur mundi Napoleon Bonaparte. Parizienë tregojnë që kur hyri ushtria mbas Waterloos, ushtria e carit në Paris, ata nuk e dinin që ishin të pushtuar. Parizienë dilnin në treg, nuk shikonin asnjë ushtar, asnjë oficer rus, asnjë. Vetëm shpërimat, jemi të pushtuar, ku jemi të pushtuar, shikojmë ndonjëherë, kupton? Kurse kur hyn rusët, ushtria kuqe Stalinit I kanë përdunuar të gjitha femrat që kanë gjetur dhe kanë qenë tërkohës duke plaçkitur si edhe e një qerët në për shtëpim në shtëpi, kupton? Edhe kanë ekzekutuar, kanë vrarë, kanë bërë krime nga më monstruozet kundër gjermanëve. Krime të papara, si akmarrje për sulmin që I bëri Gjermania dhe për luftën midis Gjermanisë, luftën e dytë botërore. Mirë Kastriot, unë them ta mbyllim. Edhe unë. Para se ta mbyllim, do të kujtoj që ju vazhdimisht keni parë këtu në Crown Team këta sponsorat e emisionit ton, të cilët janë të përzgjedhur dhe do të ketë dhe shumë shpejt edhe të rinj
Dhe njëkohësisht dua t'ju kujtoj që të vazhdojmë ritmin. Jemi 10.000, duhet akoma të ecim, jemi 10.200 në fakt, duhet vëm 11.000, 12.000, 15.000, 20.000, duhet vëm deri në fund të shtatorit, 20.000. Për arritëm këtë objektiv, jemi shkëlqyer. Mos harroni që ky është një podcast që u shërben shqiptarëve dhe është vetëm në interesin e shqiptarëve. Ne nuk i shërbejmë kur askujt që nuk i do të mirën shqiptarëve, dhe sepse nuk e kemi edhe këtë mundësi dhe të duam, ne nuk kemi fonde, nuk kemi qeveri, nuk marrim dot vendime, por ne jemi këtu për t'ju thënë shqiptarëve të vërtetët që ndodhin në botë, në Evropë, në Ballkan. Njëkohësisht mos harroni të vizitoni dhe atë gazetën tonë, okult.org, që është në Google, mjafton ta shkruani dhe menjëherë do t'ju shfaqet gazeta me lajmet e saj të veçanta. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim në emisionet e radhës.